الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلا يوم الدين وبعد. Fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira Allah që mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe me çdo njeri i cili njeh rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mandej vëllezër, jemi me tefsirin e surës Al-Maide, ajetin konkretisht ajetin 101, ku Allah subhanahu wa taala thot: Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubdi lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubaddalukum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim. Në të martën e kaluar apo ligjëratën e fundit që e patëm së bashku, Allahu xhalla shanuhu në ajet më herët tha: wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Dini se Zoti ka dënimin e madh. Wa anna Allah ghafurur rahim. Dhe vërtet Allah është mëshirues, falës i madh. Dhe ai i cili dëshiron këtë dunja të veprojë diçka, të punojë diçka, duhet të ketë këto dyja parasysh: edhe dënimin e Allahut, edhe shpërblimin apo falin e Allahut. Por ata ulema e kanë thonë, nëse mujtahidi, alimi, përpiqet për të punuar ndonjë vepër në këtë dunjë, e nëse i del gabim, e ka një shpërblim. E nëse e ka qëllu, i ka dy shpërblime. Kanë thonë, ja Rasulullah, nëse ja qëllon dy shpërblime, po nëse ja qëllon, pse apet ka shpërblim? Sepse shpërblimi është për mundimin që e ka lodh kryt për me qëllu. E që ka qëllu? Plot alima e mundu me qëllu. Allah i folë që e kanë qëllu. Po Allah gjellë shanu e gjellë gjelalu e ka di se njerëzit këshyrin ka është shumita. Njerëzit këshyrin ka është tuba e madhe njerëzve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vlefshëm për ummetin ton: la tajtamu ummati ala ad-dalale. Ummeti jam nuk bashkohet, nuk bin një fjalë, nuk bin ujdi në humbje, në fund këqija, në fund fleshta. Populli jam, populli Muhammedit, ata të cilët la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kur nuk bin këtë një vend, fund këqija fjala. Sepse më ro këtë një vend, rak, që shkanë ra jahudi dhe krishterët, bëhat mërzia madhe në tokë. Për ata edhe gjinët e muslimant, ma shumë se një transmitim, ma shumë se një mënyrë të komentimit një mesele, dhe vetë për thënë pëse për do për në dhejnë kështu, 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 se të shkon feje baski drejt. S'ki pa pëse voj me folë por, edhe qysh ka thonë i pari, ka thonë papa dhe kry. Por, islami është fe e dijes, islami e fe e shkencës, islami e fe e logjikës, që njeriu ka logjik, që ja përfekon shumë sene, ka logjik që si hin krye, ka vaj. E tash, se cëla ngrej ma shumë, për ata Allah subhanahu wa ta'ala ka bo këtë fe, për se cilin mendje, dhe se cilin nga mendja vetë e kuptoj fejnë e vetë. Se cilin, unë e kuptoj fejnë, unë dhe kondit e ti e kuptoj pej kondit tënë. Se cilin nga kondit vetë e kuptoj fejnë, dhe nëse e këshëm qitë që të fejnë na, e këshëm filtruuna me qitë, unë e kuptoj fejnë qështu, unë e kuptoj fejnë qështu, do t'i pajnë se kjo është një botë tjetër, kjo është një botë tjetër. E Allah e ka pru Kur'an legjë me cilën skudzojnë na me pas dëvërzenjë, do të mos pajtime, ku është puna e akaidit, besimit, kësa e përket punës shëriatit, apo praktikës, ki mënyra. Si që pevreni, jo po mi qëtë durte veshte, jo mos mi prejk veshte, jo mi ditë durte, jo mos mi ditë durte, jo këqyrën sejtën, jo këqyrë kiblën, jo këqyrë qabën, jo mos e këqyrë qabën, subhanallah. Kejtën këtu, faraije, degë, cilat janë sunetet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alaihi wasallam kanë sallu kama rajtumuni usalli, falni që të më sheni mua. Ai vetë sot falim mënyrë. Kjo është që Allah xhelalu ala ka thënë: "Qul la yastawi al-khabith wa tayyib." O ummeti Muhammedit, nuk janë të barabartë i fleshti me pashtin kur. I miri me të keqi, kur janë barabartë.
Mos habiti që shumica e në këshi një në non. Mos habiti që shumica e popullit kanë shku një në non nga keqja. Edhe mund të thëtë si kur ka orkua komunizmi që ka qenë të na, pa të në ardhën gishta më numru e shpia se le të mojnë fejnë. Apo në Shqipëri, për shemë dhe ma keq. Atje më ushu islami, total përveç se ato këtu i kanë mojt në i natë modhe, në i fejës, veç emën që kanë ditë bolë. Kanë kulturët me festu për djelë vetë vetë, 5.000 vetë vetë. Lovarite. Prapë se prapë kanë nej, besimtarë të palu hasqme dhe me gjithat batit të jetës. Allah gjellu aje pasët, walau a'jabaka, edhe nëse ty o Muhammed që ditë shumita, që e një në nonë. Me fjallëtira këtu kuptojmë. Nëse që ditë se një në nonë është Amerika, Rusia, Japonia, Turkia, Arabia, këtë një bonë unë e një në nonë. Dhe këtë e kam thuni vendim, se qaj që thot Allahu Ekber dhe me hikë qafët i mushabit me ta. Mushabit? Në rrugës Allahut, mushabit e sepse këtë në rrugën, populli jonë, se subhanallah, këtë popullit e botës, jenë gjuhe pesh. Këtë, edhe muslimon, jenë gjuhe kundër Zotit. Këtë njerëzit në gjithësi, jenë kundër vetë vektës. Kundër krijuesit, nuk e din Allah që qyrin që Allah ja ka dhon mendjen, nuk e din Allah që qyrin që Allah ja ka dhon gruën e fëmijë, e sa njëri umet pa gruës më të martohet, e sa njëri umet pa burrës më të martohet, femra, e sa njëri është i martuar s'ka fëmijë, e sa kush ka që me djalë s'ka djalë hiç, e sa kush ka që me pas çike s'ka çik hiç, e sa kush i ka që është hajrin hiç, o zot, çka janë këto? Këto janë ato që Allah xhallahu ala ka thënë, fattaqullah. Tutni Allah se wallahi o vëllezër, sendet nuk duhen këtë dunja pas takimin e Allahut. Tutni Allahut. Knashtë me Zotin e juaj. Bëni vetveten që ti je i kënaqur në këtë dunja. Po thënë edhe vetë dëshmitar të asoj kohë jemi edhe na. S'po ka bereqet bre. Për por as kena pas kerr, as kena pas autobus, as kena pas me kije. Kanë shkuë, kanë bujt, katun mos katuni, dhe 7 katune. E kanë martu modë në lartë. Ku e në shku kanë një avdec. Një dhomë, 2 si kanë pas. Ta që kemë vila. Pa të vila qka ma shumë rrinë të dreshnit, se sa njerëzit. Sepse shtëpit që nuk banoj njerëzit, rrinë e gjendit. Subhanallah. Shpi që nuk rrinë njerëzit, rrinë e gjendit. Edhe fjallë popullor është na, aja shpi, aja qati, që nuk ka njerëzit dhe dhe bari. Aja shpi, që nuk rrinë njerëzit të prishet. Prishet sepse kalorojnë dikush tjetër në të. Banojnë të të për ata sunet është, kur hesh në shpi, që kur unë e kom një shpi në katon, kur shkojnë shpi të rak, kur të janë gjithë drynë, para se me janë gjithë drynë, dhune, audhu billahi mine shëjtanë rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa hua al-hayy al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي ثم يفرس سمائي سماوكيا هنا كما دي تشدد ka bo vanë banin të kërkush e gjendë rrinë atë vende ku nuk rrinë njerëz, se tutët të njerëzve e jo të ofon mi po ata nuk i pengot drynë e zgjomi e izolimi po ata jenë trupa jo fizik dhe futën dhe banojnë dhe me të vërtet kjo është e pe aty në shërë që Allah gjellu ala ka thonë fattaqullaha ja ulil albab tutni Allah o jetë zote mendjes sepse pe shenjët kiametit ka unë pejgamberi e selam është ku fukareja dhe i djeka rujt delet që ti o kënë dosë deshën dhe ti pash të garu me maru shpria sot Prishtina ka atë shumë banesa atë shumë shpia sa që nuk për jo desh a për para që kjo Prishtinë kënë ka jetu ka 2-13 dhe 20 rëpë bashk por ka pas bereqet e dashni, e rahmet, e zjaret por se sot e kena harru i batet e zjaret krejt e Allah subhanahu wa ta'ala thot nëse doni me konë shpëtuar mos ngani me mas këshijave sepse e keqe është gjdo sen që ta hub kohën e keqe është televizori që tën ditën e që masti e keqe është gazeta që tën ditën në të lezën mara për prap në cilat pejgamberi a.s. ka dhënë nëse vjen ju në ilam se të bejenu
Sharana lajm. Na I marrim lajmet, e nervozohem, tepër mos më të hip gjaku, tepër mos më të rrok sheqeri, tepër mos sepse kërejt po ushihesh me rën. Njeriu është rria e cila nuk të në rëna. E nëse rëna ushtihesh me të dhe knasësh me të, dije se e bo parazit në shoqëri dhe shoqëria ka më ta që jetën bashkë. Ja ledhina amenu, o besimtarë, la tes'alu an ashya'in tubdi lakum tasu'kum. O muslimon, mos vetni për sene cilat nuk ka nevojë me vetë për to. O muslimon, mos vetni për gjithçka sen, për çdo sen. Sepse e bëni veti. Po na nuk pak edhe për të në logikë. Kur të fash me logikë tonë një herë, kontrollo vetë. Merë në vendim ma në vetë pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Sepse e patalot pejgamberin alaihi sallam sallallahu alaihi sallam duke vetë për gjithçka. Për gjithçka. Për senet a bën në pi uj. A shitet kjo pyetje. Ja Rasulullah bën në pi uj. Po pepre të në tonë frima me të vetë, ja. Pa I si ka thonë kërë ashtu. Po bre bën. A bën në homër buk. Por ras more sa ta kona, më sa te për. La ilaha illallah. E lënë pejgamberi sa për sene që dhe hajvonet din. Hajvonet din e pin uj, pin, e lën. Han bori ato, si një jetë ungjët, a një rimesh ti me kryer në mesh nuk di mëno. Dhe sa ti dhëtë me prej vesh. La ilaha illallah. Atëherë, Allah Gjallu Ala thot, o ju të cilit keni besuar, la të salu aneshja, o ju të cilit keni besuar, mos bytni për sende që nëse ju thuhet ajo pyetje, haptaz. Nëse qilit ajo pyetje haptazi, ju vjen keq juve. Ju vjen keq juve, me bëme qilit pyetje, kam jo juve keq. E nëse pyetni, për to gjatë kohës ku zbet Kurani, do të dalë në shesh. Kush do të dalë në shesh? Aja për të cilën ju do të keni pas nevojë apo nuk keni pas nevojë për të. Allahu u fal atë pyetje, atë punë cilat ju I keni bërë. Allahu fal shumë dhe është I butë. Ka Allahu afallahu anha wallahu ghafurun halim. Allahu pra është I falës, është I butë. A ka mëshirën e Tij të madhe. Pak më herët Allah që tha, wallahi shadidun iqab. Allah ka dënimin e madh. Madje edhe ka rahmetin e madh. Por mos harron besimtari që më apo vetë veç rrafshak. Ajeti kuranor që na kemi siguar, la ikraha fi din, nuk ka dhun fe. Pa dyshim fe nuk ka dhun. Por nuk është për muslimanin kjo ajet. Kjo ajet është për ata që nuk ka musliman. Ai që musliman, ku do na më thon çu falo. Ati s'ku do na më thon bëna musliman. Kur se Allah na ka ndaluar dhunën. Dhuna nuk pranon. Allah xhelalu ala hadithin kutsi ka thon, ja ibadi, o rob të mi, unë ja kom bë vetë që Allah e ka drejt absolute me po çka don, ja kom bë vetë haram zullumin. Edhe ju mos vetë la të zalemu. Mos edhe ju mos vetë mos bëni zullum. Subhanallah. E atëherë Allah xhelalu ala edhe ati I cili është pabesimtar, I bëhet zullum prej muslimonit, Allah e pranon duan. Që ata ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tut një dua se ati që I bëhet zullum. E Allah subhanahu wa taala e diti se njeriu është zullumqar për vetën e vet. E Allahu xhalla wa ala pruni fen e vetë mja gjë se njeriu e hjek për atij zullumi apo e çet në shpëtim në prej rrugës së gabuar, do prej dritës, në prej errësirës e çet në dritë. Allah subhanahu wa taala po thot, falë sheh. هذا يا والله صمدين لقاء هو جاي كتر الله تفضل شو